Vazhdojmë të mbesim tek forca e gruas rurale përmes një historie suksesi që ka ndërtuar zonja Ardita Kastrati, e cila është përkushtuar blegtorisë dhe bletarisë, dy veprimtari që kërkojnë durem dhe vullnat. Në rrëfimin e saj ajo ndaloi tek fillimet e saj me bletët, por edhe për sezonin dimror dhe përgatitjet që duhet bërë. Ndodhemi në fshatin Dobërdal të komunës së Pejës, këtu tek familja Kastrati, ku në pranvetës e kam Arditën, e cila është një zonjë e fortë, e cila kujdeset për bletët, ku bën kultivimin disa llojeve të mjaltit, edhe ku kam më tregu pak a shumë për punën e saj ndër vite. Dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit gjithashtu edhe për juve që keni gjetë kohë më ardh. E di që nuk është një kohë shumë e përshtatshme sa i përket bletarisë, për shkak që ende kosherët nuk mund të hapen, po besoj që puna te ju nuk ndalet. Jo. Na trego pak a shumë atë për ditëshmërinë tënde, se si nis dita në këtë punë. Të rreth bletarisë, të na nis dita zakonisht fillojmë gjithë këtë kohë, pojmë gati edhe ushqimin për bletë. Përgatitim rama, katë, sepse është një besojmë që ka me qenë edhe i vere, bereqeshme, pranverë, që kena me pas edhe rendiment. Edhe kështu që duhet na mu përgatit do mos do, kemi punë. Po, zonja Arditat, ka pas rendiment të mirë gjatë vitit 2025? A mendon që ka qenë koha e përshtatshme, klima për sa i përket bletës? Jo edhe aq, në varet edhe të i zonave, këto në fshat ku jetojmë ne nuk ka pas rendiment as pak. Në Bjeshkë edhe ku i transportojmë për me i kërkojmë kolosat e mundshme për bletë, atje kemi marrë disa, po nuk e mundësi dhe me dërgu krejt bletë. Po mirë ka qenë atje, po fatkeqësisht vjetë ka qenë edhe në pranverë Karabori, prishti çdo gjë, lulet, krejt s'kemi pas as pemë as kurrë, po prap keni vazhdu edhe shpresoni që këtë vetë të ketë rendiment. Të fillojmë pak edhe për historinë e punës tënde në bletari. Si nisi rrugtimi yt edhe nështë ato sfida që i ke pas ndër vite? Nga erdhi ideja më marrë me bletari? Ka qenë edhe shumë e vështirë. Këtu familja ku i marrën e këtu, kur e martu para 20 viteve, i ka pas 2 bletë. I më bëjshim sa për veti, unë e më bas punën teme, mandej e pam që na vyke mjalt ma shumë edhe për familje, nuk mjaftojshin ato 2 koshere blet, kemi vendosë me rrit numrin e bletëve. Prej viti 2006 me pak, tani intenzivisht kom fillu prej viti 2009-2010 me punu ma shumë, me rrit numrin, kërkesat fillojshin të rritë sa ma shumë, edhe hala janë sa ma shumë që rriti numrin, prodhim ka ma shumë, po kërkesat janë atë mëdhaja. Nuk mundem me asi vit me i plëcu krejt kërkesat e klientëve. Po, e tregove që me 2 koshere keni fillu, po në gjitha një ori që i more për blet kanë qenë të leta, më u kujdes për to edhe me shku në për panajire, me mësuset, qysh do të më u kujdes për bletët? Po, na kemi ndjekë edhe trajnime shumë, edhe për blet, po si di unë apet prap jam si vetë praktika jo në blet, nuk na mësën kur gjo. Edhe kemi kontaktu dhe me bletarë që kam provoj ma shumë fillim, kemi marrë edhe prej tyne, normal s'pa nuk mu ishë me hi lirisht me punu bletë, pa e marrë ka herë mendim edhe tyne. Edhe ka qenë adi komunikimi mirë me ta. Trajnimet na kanë ndihmu bëjegisi shumë, po vetë praktika në bletë është kryesore, se çdo stare opti kosherën ti mësën diçka vetë për bletës, diçka që nuk e ditë, po mësën. Ndodhë që edhe gabojmë, po për i gabimit mësojmë. Spari ka linda jo dashuria për to, mandej edhe për me rritë si lloj biznesit teme. Blete nuk mundesh me majtë nëse nuk e danë. Unë e smoj me ndanë, ashtë edhe për familje se di kom gjithë metë to, të nkohen, çdo biznes, çdo punë, si në qovë në bujqësi, në qëfar do punë, ti dosh me dashat punë shumë, mandej me punu me të, se nëse nuk e danë së nuk keca dhe mirë, nuk është, mu së mdo këtë e vështirë më marrë me këtë punë.
Tregom me përgatitjet që bën në bletari, çfarë kujdesi dohet edhe çfarë përkushtimi lypen bletët, që me pas një rendiment të mirë në fond një prodhem të mirë të mjaltit, edhe gjitha produktet e tjera. Kujdesi do të me konë jashtëzakonisht i madh, do të me normal përdimin na edhe që kena përgatit që do të me janis në verë me përgatit përdimin, edhe tashti në muaj janarës me pa që janë mirë që shto nuk i nevoj me hapë kushin me trazu, janë përgatit në do me thonë mirë, tashti shfillojmë në ditë i hapim jo krejt disa dhe me këshur tama nga kanë ushqim dorë, njerë për herë është mirë. Na trego pak për llojet e mjaltit, sa lloje i ke dhe cilat janë ato? Faktikisht mjalti bagrenit mas shumë të kërkohet, ndoshta edhe pse është ndër mjaltat pak ma e lehtë më përdorë edhe të krejt moshat që përdoret ma e lehtë, se secila mjalti ka ato vetit e veta ushqyse, edhe gështenjes është e mirë, e lypin edhe ato, po ma shumë për një rast ma të veçantë, po me këqyr me cilësi, me veti ushqyse mjalti bjeshkës është ma i mirë, ndoshta edhe nalësia mbydetare e bën ato të veten, natyra është e mirë, është natyrë e pastër, e paprekshme Kur thome paprekshme, prej njerëzve se fatkeqësisht në rrafsh kemi që dhe njerëz që janë pakujdesshëm me spërkatje me na bujnë dëm edhe në bletë, e mbjeshk është tamam 100%. Po është ma i shtrejt ai mjalt? Po, zakonisht shkon ma shtrejt se tash me krejtojnë pse është që ajo ma shtrejt, po të marrë parasysh se është nalësia shumë e madhe ku i dërgojmë, rrezikohem bletë, shëndeti bletëve, edhe do të me dërgu ma herë, do çdo 2-3 ditë na me shku me i vizitu, do të me siguru edhe pikazhve të egra. Është normal gjithmonë do të më cilësu si ma e shtrejt, ma e vlefshme. Po këto të bagremit, sa shkën çmimi dhe a mendon që është ndryshu çmimi vit pas viti të pas parasysh rritjen e standardit? Të i marë parasysh edhe janë rritë kosta dhe koshereve dhe produkteve që na i trajtojmë bletat, zakonisht më duhet me trajtu gjithë me produkte organike, edhe me qenë mjalta sa ma cilësore. Normal që janë ngritë edhe çmimet përgjithësi. Te mjalta është o ngrit pak, se nejse bjeshkës ja vlenë sa do, unë ka herë thëmë edhe 50 euro me pagu qatë mjalt nuk është pak, se është mjalt shumë e mirë. Po të marë parasysh standardin, ku jemi na duhet pak me ecë edhe si pas standardit. Po, si mundemi na me dallu na qytetarët mjaltin natyral prej asaj se çka po shitën në tregjet tona. Edhe është e vështirë. Fatkeqësisht është pak. Sa ju dëmton edhe juve? Pak e vështirë, po qytetarë që s'kan lidhje me bletë me dallu, se na dhe familjarët e mi edhe do shoqni që marrin ngusht ata e dallojnë, se mjalta origjinal dallon shumë prej kësaj. Se mundesh me vrejt shumë e thjeshtë me vrejt. Po tash mbaret edhe prej njerëzve edhe koste po shumë e ulta ati mjalti. Nuk kanë. A mendon që edhe sheqeri luan rol në farë mënyre, që ata e përdorin ma shumë sheqerin? Kur është puna të ushqimi? Po, se di unë ka njëherë po ndoshta as sheqer nuk është aq lirë, kur shoh oferta ka 4 kg 20 euro, ata as sheqer nuk mundet me konë lemo mjalt. Si i trajtoni në fakt bletët kur ka ndonjë lloj sëmundje apo që shfaqen te këto? Na mundohem gjithmonë me i trajtu përpara se me i kapë çaja sëmundje, se cila sezon ka atë rrezikun e vetë sëmundjeve. Cila është sezona më e vështirë? Unë mendoj gjatë verës, për arsye se i çojmë edhe në kollosa ndryshme, dhe na ku i çojmë nuk është që vetëm na i kemi aty në kollosa, ka edhe bletar tjetër, mundet me pas edhe një bletar që nuk është shumë i kujdesshëm me bletë, i dërgon bletë pa trajtume, po edhe ajo mundet me kanë. Cilat janë ato lloj sëmundjeve që shfaqen tek bletët? Po janë është varoja. Ka pesta amerikane, janë disa lloje sëmundjeve edhe shumë mostrafshin. Dëmshme, po. Dëmshme janë, po na duhet gjithmonë me i trajtu bletë para se edhe zakonisht me i trajtu me produkte organike. Po. Cilat ndoshta janë momentet më të vështira sa i përket punës tonë në bletari? Edhe sa e ki përkrojnë, besoj përkrojnë e familjes e ke pas qysh në ditët e para, kur ke fillu, po nështë edhe përkrojnë qoftë nga komuna e Pejës apo dhe ministria. Ke pas në i moment që ke pas humbjet? Gjithë bletare i ka ato momente, dhe unë i kom pas, i kom përjetu, janë shumë edhe më shma kur vdesin bletë,
edhe ka që kanë vdek, ndoshta numër 20-30 copa dhe nuk e di malo shkakun pse. Po. Po është problem dima, nuk kem pas diçka fatkeqësisht nuk kompenzohen këto, që ish dasht mu kompenzu, se kur është e lajmëru me bleta në komunë edhe duhet normal mu kompenzu edhe kum kërku disa herë edhe në komune, po këto janë edhe me Ministritë Bujqësisë që ndërlidhen asi duhet mu marrë pëlqimi edhe pej tyne, ama nuk ka kompenzime. Ka njerëz që janë dëshpru si ju kanë vdek me 100 edhe ma shumë edhe mos ja ka nisë më marrë me to heq. Po, që janë dërzu. Po. Ama nuk se di unë s'moj me lanë, sa do thëmë ka sfida. Sa do pak me metën atë prapë ka më marrë me to. Po sfidat janë çdo herë. Nuk mund është ti me thonë se ndodhen të... Se i përket subvencioneve, jeni të kënaqshme me subvencionet që i merrni te sektori bletarisë, për shkak që unë zakonisht kur i realizoj historiet me bletar, mendoj që kjo pjesa është pak ma e lënë anash, sektori bletarisë. A mendon kështu? A mendon që ju vlerësoni bletarët? Pa jo edhe aq, po me të pas parasysh nështë me blektori apo... Qysh janë rritë edhe çmimet asi nuk është edhe aq që vlerësohen qatë shumë, po me konë bile kur subvencionosh ose vjen kontrolla, krejt mi krye dhe ata detyrat e veta, po që ta shikon një vit që kom apliku për subvencione, hala nuk na i kanë qitë mjetët që na takojnë, që dasht mi qitë nashta që 4-5 muaj, po kur na i qitë si janë tonat. Normal, varësisht ndoshta ka dikush që ato i priq ato dhe i mbarën prej tyne, niko se sa ato kur t'i qesin na mundëm prap me investu me ka ven, po se na merrem edhe me kultura tjera, edhe nuk është që marrim subvencione veç për blet. Po të mirë se arne janë, kur do t'i qesin edhe me rëndësi mirë është, nuk është edhe aq keq, adin që të marrë parasysh vendin edhe kushtet që i kemi në Kosovë, për të mirë është, nuk bën manku. Si grua, sa është sfid me punu në bujqësi, bletari, blektori, a mendon që është pak paragjykuse vendin tonë? A e ke ndjek këta tek vetja jote, apo... Unë se u ndjekur, as nuk mendoj, na ashti mendoj do dikush që edhe sa ki dyrt e hapura si grua? Unë se di mirë, i kam dyrt e hapuna, edhe në komunët fesë, kur shkojnë komunën e bujqësisë, kanë respekt, se krejt e din që punoj, edhe punojmë familjarisht, burri, fëmija, nuk është janë dhe punë që na mundem i bo, se na i mundësan edhe fshati, pse mos me i bo. Ama nuk kishtë ashtë me qenë ajo, për shemull me një vetën keq pëse i femen, për i bënë që ato, unë për vetin nuk i thama si punë ju, s'moj. Përveç bletaris, ju merrni edhe si familje me blektori, edhe me punimin e tokës që mbjellni grur edhe? Misër, grun, mjellim edhe barit, apo sa are apo hektar i punoni tokë kështë? Janë bi 20 hektar tash i punojmë po, edhe një 5 hektar i kam mbjellë si vjetë lule për blet, Olzen. është viti i parë që kam mbjellë një sasi kaq madhe, se kena mbjellë edhe me 1 hektar, po këtë vit kemi mbjellë pak ma shumë, se të bojmë diçka dhe për bletën. Është një lule që shfrytëzojmë bletet, ma ndej mundë me marrat bari me shfrytëzu dhe për viqa, për majmëri. Mirë është me shumë aktivitete. Po, a i ke thënë ndonjëherë vetë që u lodha? Jo. Jo asnjëherë? Ja. Se ndjen lodhjen kur punon në vendin tënë, fshatin tënë, sidomos kur e din që merr produkte dhe prodhime bio. Unes nuk mendoj që duhet më lodh, kur jeton në fshat, kur ti mëndson fshati gjitha këto sanet mira që mundesh me i punu, me pas pëse me shku me blenë qytet, ose diçka kur se din ti qka prej nga vijnë, po. Unë për veti na i bojmë krejt, të i përimeve, pëm, krejt i kena tonat, pa marrë parasysh pëm vitin e kalum që s'ka pas, po gjithmonë kujdesna me i ble dhe kur ti ble me i bletën e freskta, po. Cili kish me qeni mesazh për vajzat e reja që e shohin këtë intervistë dhe inspirohen nga te? Kish me qenë po fillaj dhe prej vajzës teme, është në fakultet, ndihman të vletë, në kapsht edhe ku kam nevoj ndihman, qofte produktet. E ke pa atë angazhimin, atë dëshirën e saj? Edhe pse u rrit gjithmonë krah neve, edhe gjemt edhe vajza e kanë nuk pritojnë, edhe mendoj se çdo i ri duhet me punu. Edhe në qoftë çfarë do fakultetit kryen apo zanatit që ta ka, nuk është, kjo duhet me kon plus për ta.
Po, e vërtet. Janë fitimet e mira, zonja Ardit, këto? Varësisht. Do, dhe ka që janë më të mira, ka si kur vitin e kalun që s'ka pas rendiment, po do të me mbjetu. E krejt në fund, pam si bëhet procesi i veçantë të ushqimit të bletëve.